أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Allahun e falenderojmë për këtij falje dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje për të ligave të shpirtit ton, atë që Allahu subhanahu wa taala udhëzon në rrugën e tij të drejtë. Nuk ka kush që humbë ndërsa ata që në lënë të humbur, nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmërim. Lënin radhë të parë, ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur, të cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që do t'i kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqetshme, të begatshme dhe kur dalim para tij të na peshojnë peshorën e veprave të mira. Kapitulli i dytë që Imam al-Bukhari në Kitabul Fitan e ka rëndit është fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku thotë se tarawna ba'di umuran tunkirunaha, do të shihni gjëra pas meje të cilat nuk do t'ju pëlqejnë juve. Është një kapitull me të vërtetë që muslimant e parë të hershëm këtë në haditheve që i ka përmend Imam al-Bukhari kanë jepë rëndësi të madhe. Këto hadithe gjitha flasin për gjëra që kanë ndodhur pas Khulafaur Rashidin, fitnet që kanë ardhur pas. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo që na dyshojmë pejgambersinë e tij asnjëherë. Ne besojmë me plot bindje se ai ka qenë pejgamberi i Allahut, por kur I lexojmë këto lajme të cilat tash na, sidomos na, do të thotë në shekullin e 14 pas hijretit, që kanë kaluar 1400 vite, kjo vetë shkon tu bo yekini edhe më i madh dhe shen pa pejgambersinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe natyrshëm kur besimtari lexon këto hadithe, natyrshëm vjen pyetja, thosh, çysh këta njerëz të tjerë që s'po besojnë, pse s'po besojnë? Natyrshëm është. Se ka fol për gjëra të cilat do të thotë vetëm se unë shpesh e përmend, I them, veç ka mbet më u paqit edhe emrat. Më u pa përmend emrat, po më u pa përmend emrat I kish hub efikasiteti. Pse? Sepse cilësitë e këtyre njerëzve përsëriten secilën gjenerat. Imam Bukhariu, shiqa dhe fiqhu I madh I Imam Bukhariut, dija e tij e madhe, e cila ka qenë dije e ndërtuar mbi bazat Kuranit dhe Sunnetit. Kështu kur dija është e ndërtuar mbi bazat e Kuranit dhe Sunnetit, nuk pranon me dal jashtë këtyre dy burimeve. Shiqa dhe në kapitullin që e kanë nxjerr, në këtë kapitull e kanë nxjerr pi hadithit. Edhe kjo është dejdenu ahlus sunna wal jamaa. Kështu veprojnë ahlus sunneti. Ahlus sunna min simat prej cilësive të ahlus sunnetit është se ata yastadilluna bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Argumentohen me librin e Zotit edhe me sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto I kanë bazament. Jo pse nuk e kanë burim edhe ijman, konsenzusin e ulemave apo kiasin. Jo, dhe ato janë burime të shariatit, po baza e tyre është kush? Kurani dhe sunneti. Edhe ato nuk I tejkalojnë kur ato gjëra gjinden në Kur'an dhe në sunnet. Hadithi I parë, apo e kanë nxjerr para kësaj fjalën e Abdullah ibn Zeidit, që e transmeton pi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thotë isbiru hatta talqawni ala al-hawd. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, duroni derisa të më takoni te haudi. Unë e kam thonë në ligjëratën e kaluar, nëse ju kujtohet, për I përsëris, adeti I kësaj është njerë me I lexu hadithe që I ka përmend Imam Bukhariu, tani mund dal me I komentu. Kështu që një herë tash po I lexoj para juve hadithe që I ka përmend në kapitull. Hadithin e parë është, apo fjala e parë, e therrën e parë ka përmend te Abdullah ibn Zeidi, që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, isbiru hatta talqawni ala al-hawd. Bani durani derisa të më takoni tek haudi. Pastaj hadithi tjetër I radhës, që hadithi 7052, është hadithi që transmeton Zeid ibn Wahabi, thotë sami'tu Abdullah, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna ba'di
أثرة أمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. Abdullahu do të thotë që transmeton Zeid ibn Wahb nga Abdullahu, thotë se kam dëgjuar Abdullah ibn Zeidin duke thënë se pejgamberi sa Abdullah ibn Mas'udin falemne se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas meje do të shihni gjëra apo pas meje do të shihni gjëra të cilat do të thotë s'kan më u pëlqy, keni me pa përparësi që kanë më u jep tjerëve. Kom ju jep përparësia, privilegje. Kom ju jep privilegje tjerëve që ju ato gjëra keni më urejt, s'kan më u pëlqy. Atëri thanë sahabët, fa ma ta'muruna ya Rasulullah, e çka na urdhon ti u dërguami Allahu, tha uddu ilejhim haqqahum, japjauni hakin e tyre ju, e hakin e ju I kërkojeni prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Hadithi radhës tjetër që është argumentu Imam al-Bukhari është hadithi I Ibn Abbasit, thot anë Nabi sallallahu alaihi wasallam قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. Thot Abdullah ibn Abbas, e kom dëgju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thonë, ai I cili urren diçka prej prisit ti, nuk I pëlqen diçka prej prisit ti, le të bën sabër. Se ai I cili thot del sanje pëllëmb prej xhamatit, largohet prej xhamatit, qoftë edhe sa një plëm, ai ka vdek me vdekjen e xahiliyetit, se me vdek në kohën e ignorancës. Pastaj hadithi I radhës tjetër është hadithi I po ashtu Ibn Abbasit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë men ra'a min amiri shay'an yakrahu falyasbir alayhi fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran famata illa mata mitatan al-jahiliyya. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush shet diçka prej prisit ti që nuk I pëlqen, e urejn ato, si pëlqen ajo, do të bën sabër, fa innahu man faraqa al-jama'a, ai që dohet për xhamatit. Aty thani pëllëm, hadithi para kësaj. Këtë hadith tha, ai që dohet largohet prej xhamatit, ka dalë prej xhamatit, apo dalë për udhëhecit të muslimanëve, domthonë, o largu për ti, qoftë edhe një plumb, ai ka vdek me vdekje të ignorancës. Po ashtu hadithi tjetër që e ka përmend Imam al-Bukhari është hadithi ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon Junadah ibn Abi Umayya قال دخلنا على عبادة بن صامت وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه. Thot Junadah ibn Abi Umayya kena hyte Ubad ibn Samit, I cili ishte smut, jem shku me pa demek. Ka qenë smut Ubad ibn Samit, një prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Fa qulna aslahaka Allah, I tham Allahu të përmisoft. Na fol ndonjë hadith të cilin e kanë dëgjuar prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thot na thiri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ne u përgjigjem. Tash hadithi më në mbasaj e qartëson për çfarë thirrje u ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Këtu është fjala për bai'atul aqabati al-ula wa thaniya wa thalitha. Bai'atul aqaba dini betimet në aqaba, kur I ka thirrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me besën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se kanë me ndihmu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, qofshin në vështirësi, qofshin në lehtësim, qofshin në gjëra që ju pëlqejnë, qofshin gjëra që ju pëlqejnë, që tash edhe përmenden në hadith në vazhdim, thot. Tash tregon shkakun, thot. Çka e kanë jep bej'an, betimin, thot. An ba'ana ala sam'i wa ta'a. Ja kam jep betimin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se kena me qenë të ndëgjueshëm dhe të bindshëm ndaj tij. Fi manshatina wa makrahina, duke qenë në rahati apo duke qenë edhe në vështirësi. Apo qoftë edhe kur do të jepet dikuj privilegj. Do të jepet privilegj dhe thot ne nuk do t'ju bojmë presion apo nuk t'ju të garojmë në postet e tyre, domethënë nuk do të shtyhem me udhëhecit tonë, nuk do t'ja unëzojmë vendet atyre, nuk do të garojmë me ta. Pastaj thot illa an taraw kufran bawahan indakum min Allahi fihi burhan. Për jashtim thot kur atëre dalim kundër udhëhecëve, kur qohem kundër tyre, kur përveç se kur shohim kufër të qartë. Edhe kena thot burhan, kena argumente Allahu subhanahu wa taala. Domethënë ka argument pas qartë për Kur'anit dhe Sunnetit se ai ka bë kufër, udhëheci. Po tash kur ti shpjegojmë
inshallah vime dhe ndalim i qartësojmë më shumë këto çështje. Dhe hadithin e fundit që e ka përmendur Imam Buhariu në këtë kapitull është hadithi i Usaid ibn Hudairit, thotë anna rajulan ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasul Allah استعملت فلانا ولم تستعملني قال إنكم سترون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني. Tha Usaid ibn Hudairi, erni njëri të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i tha ja Rasulullah, e ki përdor apo e ki qit si udhëhec filonin e musim ki qit. Do thot e ki emru filonin e mu jo. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha pas meje do të shihni gjëra apo do të shihni do të thotë anashkalime pas meje, do të shihni anashkalime e të drejtave të juja, do të thotë që ju keni më shumë drejt se tjetri, po prisi ju do të bën anashkalime, do t'ju anashkalon juve, andaj ju doroni derisa të më takoni mu. Këto janë hadithet dashurit e mi që unë pata dëshirë, e kom thonë edhe herën e kalume, se hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mbajnë në mend dashurit e mi, nëse edhe wahji apo wahjejn që shtojnë ulemat, wahjejn është Kur'ani dhe Sunneti. Nëse edhe Kur'ani dhe Sunneti s'ka bereqet, atëherë s'ekziston bereqeti. Se na kanë herë po them kështu pe them, unë s'di me fol me dorza, se sa rin bëj dorzat veshum ndirësën durt. Çata si mbaj vesh. Selefit kanë herë të dash me ik prej sufizmit, që duhet me ik pi sufizmit devijum. Nuk po them që jo, po duhet me ik pi sufizmit devijum me dal te sufizmi që është i lavdum, se ka sufizm që i lavdum te Allah subhanahu wa taala. Tash kur të përmendet o fjala bereqet në mënyrë çka na shkon mendet e kush? Ata sufita, ata bidatçi, po ti shkot te bereqeti legjitim, që e ka legjitimu Allahu subhanahu wa taala. E vet hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dashurit e mi me lexu, a ka më bereqet se me lexu fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Wallahi billahi, mësojeni vetin, mësojeni shtëpiat e juja, mësojeni evlat e juj kush e martuar, familjet që në shtëpi me pas shtëpin, duhet në shtëpi me lexu Kur'ani dhe Sunneti. Wallahi billahi na i kena pas do pleq të mirë, unë në xhamin teme shpesh atje në pej e përmendja, apo edhe mundona me kujtu veten edhe xhamatin edhe sidomos djemt të ri si juve, e veten, s'pe përjashtoj pe kësaj, na i kena pas do gjyshër dhe do gjyshe të mira. Kanë lexu non stop Kur'an në shtëpia. A o çashtu është? Tash na ndoshta angazhimi i jetës, unë e di, ndoshta valla hoxh unë kam telefon Kur'anin, atë wirdin, atë pjesën ditore të Kur'anit, ku të nzoher në xhami herë atje, po bë mira, ma leni pjesë edhe në shtëpi. Leni pjesë edhe në shtëpi. Dhe që nesër ty djallit me Kur'an dorë. Ja, përshë na i kem po gjyshërit edhe gjyshet tona me Kur'an dorë, na kanë lënë gjurma, po. Wallahi billahi, unë sa foli për këtë punë, edhe pse gjyshja më ka vdek më shumë se 20 vite, më kujtohet edhe vendi në shtëpi ku kanë ndajt me Kur'an, ku kanë lexuar. Edhe kjo është ajo që na duhet me lut, që kështu trashëgohen veprat e mira. Tash na kjo nuk bën kundërshtim me sinqeritetin. Se disa për neve kanë erë mendoj se do jo, unë du tash e nise përmend, dhe valla unë e kom dini dhe se ka kalëzu hoqë Ernest, në ka thonë, kur ka lezu filon se lefi për Kur'an, nuk dhe e ka mblu Kur'anin me mos me pati kush. Po e vërtet është bre, nuk po e thom ato, po kjo nuk bjen kundërshtim me sinqeritetin kur ti zemrën tonë dhe e ki të pastër, mbajnë me nisen, një ibadet që e bën, dhe e din që zemra jote është e qetë, veç para Allahut e po mos janë do vendin njerëz të tjerë çka bujnë autan. Hiç çto rregull me rekajde, me resi rregull autan. A jetu e ditë ti që filon punën e ka e bën para Allahun. Hiç mos ja u bën llogarit çu llogarisin njerëz. A thonë po bën për Allahun, as jetu e bë për Allahun, se në fundit llogarit si joti është Allahu subhanahu wa taala. Se na shpeshherë ngarkojnë veten me singarkesa. Me singarkesa ngarkojnë veten. Ama të mësojmë me dashurit e mi, të mësojmë me jetu me Kur'an. Ebu Bekr ibn Ayyash ka qenë një pi burrave të najpi selefit, kur i ka ardhur vdekja dashurit e mi ku janë atë Kur'anin, se vallahi është po më vjen zor me i thonë çto fjalë. Pasha Allahin po. Unë lut Allahun që në mesin e juaj mos të ketë kësi njerëz. E mos të kemë as në mesin e xhamatit, po për fat keq po kjo. Bile po ka dhe asi i ndëgjon hoxhallar. Vallahi në ndëgjesh anjo. Çash me siklet kur ndiva. Tha tash po vjen Ramazani, nisja lexoni ka pak Kur'an. La ilaha illa, tash sa poshtë kena ul pazarin e Kur'anit. Tash po vjen Ramazani, nisja lexoni Kur'an. Do më se pak para Ramazanit duhet se jashtë Ramazan, kur kryet Ramazani, thoshtin e kena kry me Kur'anin. Jo vëllai dashur, Kur'ani duhet më kon kontakti jot me Kur'anin duhet më kon ditor. Ditor duhet më kon. Si ti çel syt më syt, si ti çel apo kupton? Në Kur'an direkt. Bënja vetit një hisën ditë me pas pi Kur'anit. Ebu Bekr ibn Ayyash kur i ka ardhur vdekja, i ka ardhur motra vet te kryt po kanë motra për vëllai, bashkë tu jap shpirt.
Po I thot Moses, pse po kanë, tha mo trembe, tha. Mos kaj, tha. A peshe tha qatë qash shpis. E këpa njeri kur të ulet në një qash pështetet në muri, rinë gat, në muri aty bot një farë si një farë hije ku pështetaj. Thot, a peshe atë qash atje? A peshe atë hije atje, thot. Që aty thot e kom bo 4.000 herë Kur'anin e kom bo hatme. Allah I da shumë, qëtojnë ambicet e larta, pëton. Qëtojnë ambicet, qëtojnë ata që e këshyrin me bogaren me Ebu Bekrin, si kurse ka thonë Ebu Muslim al-Khawlani. Ebu Muslim al-Khawlani, o falë të natën, kurse kanë bajt komt, një natë o ullja kanë isë mi re komt, pire me thupër. E të një thupëra që është. Pere me thupër pire komt. Po I thot gruja, po I thot ta o burem, që e të bështu. Thot, po I rehi, thot se s'po mbajnë komt. S'po mbajnë mu me qëndru në namaz. Thot, edhe e ka thonë një fjallë të madhe, ka thonë, qëshka ka thonë? Ka thonë, a me ndonë, thot Ebu Bekri, që s'kalon bura në basë që kanë me garu me to, vallahi kanë me garu me ty, Ebu Bekri. Qërë çfarë himemul alje, çfarë ambicet larta. Jo kërë është një djallë të rria, I ka 20 vjetë, Allahu, s'po më I me mësu, Allahu, s'po më I me ledzu, Allahu, ja Allah, 20 vjetë s'po mundesh. Po qa bën ti kur I bën 30, po kur I bën 40, po kur I bën 50, po kur janë nisin me të boa taklincat e veqel, janë nisin me të lyp pampersa, e ajo ministre e punët mbrëmshme, janë nisin me të lyp kërkesa, kur? Shfrytëzoje, që ata pejgamberi sa ka thonë, igtanim khamsan qabla khams, shfrytëzoj 5 gjëra para se të vinë 5 tjera. Në ndërto që ka thonë, shfrytëzoje rinin para pleqërisë, shfrytëzoje rinin. Imam Bukhariu dashurit e mi e ka nis tash me pjesën e hadithit që ka thonë se tarawna ba'di umuran tunkirunaha, keni me pa gjëra të cilat ju keni mi urrejt ato. Pejgamberi sa selam këtë nasihat ku ja ka bëu këtë nasihat? Kur ka ndodhur kjo? Imamul Bukhari e ka qitë vetëm si titull në kapitullin e tij. Abdul Karim al-Khudairi, një prej dietarëve të mëdhej, I cili e komenton Kitabul Fitan, thot: "Ej, satarawna athratan ba'di, faqad qala lahu lil-ansar li'anna a'immatu min Quraysh, wal ghaliban أن من ليس بيده الولاية تقع عليه أثرة فيؤثر عليه غيره ولذلك قال لهم سترون بعد أمورا تنكرونها." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka të regu se keni me pa, do të qeni pas meje, keni me pa përvecim, privilegje, pas meje, kuj për I thotë kështu? Ensarve. Këto fjallja kanë drejtu ensarve. Pse se e immetun kenu min el Kurejsh, prisat kanë qenë pi Kurejshve. Ka ardhur kush? Ebu Bekri ka qenë Qurashi, Omeri Qurashi, Othmani Qurashi, Alija Qurashi. Pastaj apet Qurashi. A ka ardhur mbas Alis kush ardhur? Kush e din? Jo, son Muavija. Hasani, Hasan, që vetë arabisht tamë kona Hasani, I thojmë në shqip. A ardhur Hasani, 6 muaj ka mbajt khilafetin. Mbas 6 muajve ja ka dorëzu kuj? Muavija çka ka qenë? Qurashi. A përshë? Ensarve s'ju ka ardhur rendi edhe para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam I ka porosit ensart ka thonë, keni me pa gjëra të cilat juve nuk kanë mi u pëlqy. Do të thotë në poste kanë me u udhëheq dikush tjetër. Ama për këtu për çka është fjala, tash kemë me kuptu. Ma poshtë e përmendim në hadith qartësohet. Nuk është fjala për se tash shiat, rafidat kanë merak me indi këto muhabeta utan. Për mi bohë gjëm Muawijes. Jo, pejgamberi sa ka hapën ensarve ka treguar se do të vim mbas xulefal Rashidin. Mbas xulefal Rashidin kanë me ardhur këto gjëra, kështu ka ndodhur. Realisht pikërisht na nuk e Muawija është prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e dojmë, e respektojmë, ama Muawija është I pari që e ka prish rendin e zgjedhjes khilafetit. E ka trajtu apo e ka transferu khilafetin në trashëgimi. Se tani e kalon djalin e tij, djali I tij e kalon djalin e tij. Kështu ka ardhur tani te Marwan ibn al-Hakam. Pastaj do të thonë e ka marr Abdul Malik ibn Marwan. Abdul Malik ibn Marwan ja kalon Sulejmanit, Sulejmani ja kalon Walidit valldet. Walidi e ka prish rendin, ja kalon Omer ibn Abdul Azizit, apet tani u kthy tek familja e Walidit. Kështu që do të thonë mbas kësaj
Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka porositur dhe i ka thonë bëni sabër se keni me pa gjëra që s'kan më pëlqy juve. Abdullah ibn Zeid ibn Asim tha قال النبي للأنصار ثا أنصار وثا پیغمبر صلى الله عليه وسلم اصبروا على ما تلقون بعد من أثرا bëni sabër ju se keni me pa gjëra shka privilegjime, përvetësime, do më thonë prisat kanë më jep vetëve, s'kan më jep juve hatta telqauni ala al-haud, derisa të më takoni te haudi. Kjo fjala hatta telqauni ala al-haud, derisa të më takoni te haudi, sikur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pi thot atyne do të ndodhin pas vdekjes time mungesa në pushtet, do të ketë privilegjime, do të kenë privilegje të tjerë, do të ashkanohen jo, po ju duheni me bo durim, duheni me bo sabër, derisa të më takoni mu te haudin ditën e kiametit. Edhe kjo është një lloj shpërblimi për ansart. Wallahi billahi që tash aty me dhëmu me të thonë. Me të thonë, o hoxh, ki mu sprovu kështu ki mu sprovu. Apo? Ama hoxh, bën sabër se mbas asaj sprove ki me taku Resulullah sallallahu alaihi wasallam. A kështë po sabër, as kështë po? Wallahi billahi që ka iman, tamam po. Wallahi me të qitë në mprosht me ndajt. Pse se jeta në dynjë kalon shpejt dashurit e mi. Sprova e dynjës kalon shpejt. Ama qëndrimi me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam atje në xhennet është i përkohshëm apo përjetshëm? E aja vlen që të përjetëshmen me jep për përkohshmen, që ata se lefit dashurit e mi, kur i kanë këqyr dynjan, e kanë këqyr me synin, dhe më thonë qka? Synin kalimtar, të përkohshme. Nuk janë mërzit për raqet e dynjas, pe thonë me këtë gjuhën tonë, standartin tonë, për raqet e dynjas nuk janë mërzit. Ata janë mërzit dashurit e mi, janë mërzit kur atyre diçka ju ka ikë pja ahiretit. Wallahi billahi lexojsha një ditë për disa pi burrave të mëdhej pe selefit. Para më thush subhanallahu alazim, çfarë njerëz të mëdhej janë këta. Disa prej tyre thot kur e kanë lexuar ajetin, ata thotë të cilët i kanë shit shpirtat e tyre, kanë shit Allahut. Çka kanë bë? Disa prej tyre thot o shku o mat. La ilaha illallah. O mat sa ka peshu, thot aq dukat ka jep sadaka për Allahun. Ai tjetri ka thonë, jo që ka pasurin, ka thonë pe jepi edhe trupin edhe kejt pe jep. Sikur se Fudajl ibn Iyadi. E keni ndi Fudajl ibn Iyadin? Fudajl ibn Iyadi o kon Cob o kon. Ka dal një natë pej natëve me shkute e dashur ati. Tu shku rrugës, para mendo, fëmija, peshojnë rrugës të jetë Fudajl ibn Iyadin, po i thonë shajnë rrugën këti kamagjis, shajnë rrugën këti cubi. Po thot Fudajlin vetë, thot subhanallah, thot, edhe fëmija e kanë marrë vesh se më buri keq. Tu shku o hypën murin e shtëpis të dashnorës vetë, për para që kanë qenë shtëpit prej, kanë qenë qka prej pejloqit, kanë qenë shtëpit me qerpisht mbarume, o shtëndi biseda prej jashtë, a i mbrenda që a u bënë në ndikret, një mësajnë e miru që po falë namaz natës të falë, të lexoj ajetin alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum, askar thot koha mu zbut zemrat aty që i frigon Allah subhanahu. Kënë ma e të burit të konë. Pra mdo, ku të shku me po një punë të keqe. Ma e të burit ja ka prek Kur'ani zemrën. Ka thonë bela ja rabbi. Po vëllaj ka të qasha arku, o këthy, so hish, so shku të e dashura. O shku në shpe. Ka marrë thuhet gusël, o pastru, ata thot ka thonë ja rabbi. Pe i këti dakike, po ta lo shpirtin tem e trupin tem vakftu ja rabbi. Ka vazhdu me përkushtim, me adhurimin ndaj Allah subhanahu wa ta'ala, deri sa ka mbrit me marr epitetin Abidul Haramein. Kur kanë thonë në kohën e tij Abidul Haramein, ibadetçia i dy haremeve, nuk ka pas njeri më të devotshëm në Medinë dhe në Mekë se Fudajl ibn Iyadi. Kur kanë thonë Abidul Haramein, këta kanë ditë që Fudajl ibn Iyadi. Të ne si të dal me shku në xhami. Çata fëmijët një që i thanë, dje i thanë shajnë i rrugën Cubit, thanë shajnë i rrugën njerit më të devotshëm, thanë vendin tonë. Afsha Allah subhanahu wa ta'ala që shi ndryshon zemrat e robëve të ti, ama i ndryshon kur robët e vetë me të vërtet ja dorëzojnë tër jetën e tyre ja dorëzojnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj Imam al-Bukhari ka përmend hadithin tjetër, që është hadithi i Zaid ibn Wahbit, قال سمعت عبد الله يعني ابن مسعود
Qala lana Rasul sallallahu innakum satarawna ba'di uthratan. Thot Zeid ibn Wahb e kom dëgju Abdullah ibn Mas'udin thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë neve, pas meje do të shihni privilegjime, pas meje do të shihni anashkalime, do të thot piprisërve, do të shihni nga sundimtarët dhe prisit pas meje përvecime dhe privilegje. Do me thonë, ata do të veçohen, do të t'i marrin për vete pjesë e kësaj bote, duke u dhënë ato të afërmëve të tyre dhe miqve të tyre. Prandaj njeriu që e ndjen se të tjerët janë favorizuar, që çfarë fjalë thotë, vallahi çto po kam qef çata pe lexoj tekstualisht, çka ka thonë Abdul Karim el-Khoderi. Vallahi një fjalë pasha Allahun, çto fjalë që i ka thonë shehi, Allahu e rujt, meritojnë me i shkruam me ngjyrë dukatit edhe mi marr vesh mirë. Kush i merr vesh mirë çto fjalë, pasha Allah nuk ja lën shajin në dynja kur dikush të privilegjohet për ballteje. A jetojmë në kohën, a koha janë kur privilegjohen, vallahi kanë privilegjohen dy stabanat. E shete kanë qitë në një post caktuar një njeri që edhe ai vet vallahi vetëm kur është apo me pas një detektor, apo me aktivizu me një rtep sinjal sa as ai vet se beson që është në çat post. Po zemoni çuditërave. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, kur qitet me udhëheq, i udhëheq njerëz dikush që s'është meritor, atëherë priteni kiametin. E zemanin tonë kjo ku hadith wala haraj. Fol sa dush, ki sa dush ka me fol. E shaj kanë herë dikon e kanë qit diku apo don thosh lejt mos me pa qit. Wallahi billahi po. Edhe çuditet njëri me këta njerëz thosh. Qysh e merr njëri veten në qaf. E merr veten në qaf këto. Qysh ka thot pe lexoj ndëgjeni me vëmendje çka thot edhe një herë. Thot do të shenin nga sundimtarët dhe prisit pas meje për vetësime, privilegjim. Do më thonë, ata do të veçohen dhe do të marrin me vete pjesët e kësaj bote, duke u dhënë ato të afërmëve, miqve të tyre. Prandaj, që kjo shumë e rëndësishme ndëgje. Prandaj thot, njeriu që e ndjen se të tjerët janë favorizuar ndaj tij, ti e meriton me qenë çat pas, po dikush është favorizuar për vallteje, ç'a duhet me bë? Në atë çështje të dunjas, le të zgjedh për veten atë çka është e përjetshme, atë që e kënaq Allahu subhanahu wa taala. Para të dashuria më vonë. Kur e sheti se dikush po të bën zullum, dikush o ka të bën pa drejtësi, çka më bëu tash na? Ktheu Allahu subhanahu wa taala. Kënaqë Zotin tënd. Wallahi billahi, me surën Maryam, s'tash është tema jon. Me surën Maryam, edhe këshur lexoje hapi prej realisht pi faqes parë. Po pi faqes tretë është më e dukshme kjo çka po thon. Po pi faqes parë vlen. Allah pe i faqes parë surës Maryam janë nis mas parë na tregon tematikën me Zekerias dhe Allahut, apo? Kur Zekaria alayhis salam ka lyp evlad. S'ka pas evlad. Allahu ja ka jep kon Yahyan. Çi kjo tematika? Tani vim te Maryemja, lindja e Isait. Pastaj te Musaja, pastaj te Ismaili, pastaj te Ishaku, pastaj domthonë rën te këtë pejgambert. I përmend Allahu subhanahu wa taala, ama në fund, mbas sejdës, merret çelë surën Maryam, ko sejdja, mbas sejdës, ajetit pe ajetit fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat, ajetit deri në fund ajetit, tani çka thot Allahu? O ma kana rabbuka nasiya. Zoti jot nuk të haron. Pasha Allahun, Allahu të haron ty. Krejt do çka do që të bëhet rreth teje, mundohesh, sakrifikohesh, torturohesh, s'po di çka më thon, ama ti dush me ditë edhe më ja instalu vetes në kokë ajetin që ka thonë Allahu, "Wa ma kana rabbuka nasiya", Zoti të haron. Nuk të haron Allahu. Kënaqë Zotin, wallahi, billahi, tallahi. Tri be më të mëdha janë fe jam të i bë. Për që to 42 vite që i kam. Me takatin tonë, si pas mundësive, sa kem mujt me mësu diçka prej fesë. Dej që tash sa kom lexu, e kom dëgju, hala nuk kom dëgju që një njeri që i cili e ka kënaqë Allahun edhe Allah e ka poshtruar ato. Nuk i di një njeri që e ka kënaqë Allahun edhe Allah e ka lënë anash. Qore, jeta ka peripeti, ka vështirësi, ka momente që në sytë e njerëzve ti dokesh shumë po thojnë shumë down, ha? Këta kullerat, apo? Shumë down, ja, ma ti mos mat me matjet kullerave. Ti mat me matjet Kur'anit. Pe përmendi veç një paraleli për tërheki për me
argumentu këtë shka pe thëm. Pejgamberin s.a.s. kër e kanë nxirr prej Mekës, a o dal me krenari, a o dal tu ik. Tu ik o dal. Ama Allahu ja ka zbrit një sure, ja ka zbrit në Hijret, surën Qasas, që nëse i bjen rendi dënë herë, me i marë, me i nxirr mësimet për surës Qasas. Allahu në surën Qasas, çka tematika e surës Qasas? Është lindja e Musës a.s. E tash, mirë hoqbe, që ka të bëj lindja e Musës a.s. me hijretin e pejgamberit? O, ka shumë ka të bëj. Sa Allah subhanahu wa ta'ala, nonës Musës kër i ka thonë, fa elqi fil jemmi gjujen lum të Musën a.s. Që ka thot Ibn Kathiri, e ka gjujtë nana e Musës me motrën e Musës, Musën lum në mëngjes, në bas namazit sabahit, Allahu ja ka këthy në aksham. Sa Allah ka thonë, inna raddu i lejk, wa gjailuhu min el murselin. Na kena me ta këthy ty ato dhe kena me bu pejgamber të Allahut. Kur e ka këthy Allahu? E ka lëshun sabah, në aksham është këthy të nana e ti. Sikur se Allah me thëtë Muhammed s.a.s. O Muhammed, ty po të nxirin, po të përzojnë, po të nxirin, po ik qoshëve të Mekës për me ik pe mushrikinëve, ama na kena me të këthy ty në Mekë. Edhe në fund të surës Qasas, inna alladhi farada alayka al-Quran la radduka ila al-ma'ad. Ai që ta ka bo farz ty Kur'anin, ka me të kthy në vendin ton. E ka kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po kthy më në Fethul Mekë kur hi, ama ajo kon Rasulullah. Ai nuk kon arrogant. Ai nuk kon mend madh. Kur o kthy me 14.000 ushtar, kur është kthy, e ka ul kokën e tij sallallahu alaihi wasallam, edhe thonte erdh e vërteta u shujt e kota. Erdh e vërteta u shujt e kota. Nuk u po mend madh. I kish vallahi billahi, i kish mbas vetes se thash 14.000, se kon ka po e kon 10.000 ushtar. Se gabova, 10.000 kon. 10.000 mbasi ka pas. Veç më apo kështu me kry. Me njerë ju kishin shku lakna të kejtve. Ama së kon misioni ti me prej lakna. Misioni ti o kon me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala, me u bindë Allahun subhanahu wa ta'ala. Që ta edhe Ebu Sufjani kër i erdh Ebu Sufjani me pranu Islamin, i vi kezar pejgamberi sa ull ke kryt. Abasi e kishë mësu atje, migja i pejgamberi sallam, i kishon thash ka thuj, që i kanë thonë vllaznit e Jusufit a.s. Tha, që i kanë thonë? Tha, i kanë thonë, tallahi laqad atharaka Allahu alejna. Wallahi, Allahi tha të trojnë fojnë bjene, wa inna kunna mukhtiin. E na ishi pi gabimtarve. Erdhe Ebu Sufjani ju athru, ja Muhammed, tha, inni uridu dinek. O Muhammed, tha, pe du fen tonde. Pejgamberi sa mol ke kryt, e mundaj ke, do është let me praru pe dikuj që të ka luftu, të ka shaj, të ka vrashok. E ullë të kryt pejgamberi s.a.s. a i thëke, ja Muhammed, inni uridu dinek. Pejgamberi s.a.s. nuk i përgjithke. Abasi pe kodrinë Safa, ja bejke, që shka anë Sahihul Muslim, ja bejke me dur shtu, aid kelamek, përsëritja, dhe me këthuja ato që atë kom thonë me e thonë. Deri sa i tha, ja Muhammed, inni e kulu lëka kema kale ikhwatu Jusuf li Jusuf, o Muhammed, unë po t'i thëmë ato fjallë që shi kanë thonë vllazit e Jusufit alisam, tallahi laqad atharaka Allahu alejna, tha, wallahi, tha, Allah i trojnë fajnë bine, kër i tha kështu, ja nisi me kajt pejgamberi s.a.s. Ja nisi me i kajt Rasulullah s.a.s. e ngriti kokën, tha, la të thribe alejkum l-jom, tha, s'ka qërtim për ju sad, ja gëfir Allahu lekom, Zoti ju falë juve. Allahu kam ju falë juve, edhe pranoj islamin edhe tina. Ky ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të dashurit e mi, kur tjert privilegjohen te që shtot shejhi, këthau, drejtau ka Allahu, knaqe Allahun subhanahu wa ta'ala, e po ashtu nxënësi i dijes, në veçanti, djanësi i dijes, në veçanti, du t'jet pe atyre do të thotë që punon për ahiret kur ai nënçmohet. E unë vallai nuk po e them tash se nuk cilët dynjaja veç me ne. Jo, jeni shumë të mirë dhe ndoshta na nuk dim ja u kthy këtë mirësi që na respekton ju, po flas në përgjithësi. A ndarohen nxënësit e dijes sot as ndarohen? Pak shumë ndarohen, vallahi billahi. Shumë pak ndarohen nxënësit e dijes. Nuk po flasun e Ernesi edhe kë. Jo. Dynjaja nuk është veç Ernesi edhe kë. Dynjaja është ma gjan. Edhe Sheikh Abdul Karim el-Khuderi sikur se do më jap durim me i tregu edhe nxënësve të dijes, hoxhallarëve, nxënësve të dijes nuk janë veç hoxhallarë tani, edhe jo që keni ardhur me mësu, edhe nxënës dijes. Me bo sabër, me lidh zemrën me ahiret. Por se mos me haru edhe
dynjan se Allahu që e përmend Abdul Karim al-Khoderi e përmend një pjesë të ajetit thot wala tansa nasibaka min ad-dunya, dhe mos harro hisën tonë në dynjë. Ne kanë hisën në dynjë. Ama që kjo hisja e dynjas nuk du të më konë para ahiretit. Po, na jetojmë dynja, mundohem dynjan tonë me e regullu, se Allah e ka po për ne ato, po nuk është prioritet jetës tonë kjo. Prioritet jetës tonë është ka me ndreq ahiretin. Me ndreq ahiretin. Atëre sahabët i thanë, fama ta'muruna ya Rasulullah, çka po na urdhënon i dërguami i Allahut? Çka me bon atash? Çka me bon? Kur shohim se po ka privilegjime, po ka përvecime prej prisave tonë, çka me bon ja Rasulullah? A mi luftuna ata? A mu çu kundër tyre? Çka me bon? Fa uddu ilejhim haqqahum, japeni hakin e tyre. Wasallallahu haqqakum, e lëpeni hakin e ju nesër para Allahut nëse ata ju kanë hin hak juve. Nëse ata ju kanë hin në hak juve. Para të dashurët e mi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shiqeje tha lëpeni hakin e ju te Allahu subhanahu wa taala. Kjo nuk kupton që na nuk duhet mi bëna nasihat ata kur gabojnë. Se ka në hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë inna ad-din an-nasiha, inna ad-din an-nasiha, inna ad-din an-nasiha. Kulna liman ya Rasulullah. Tha feja është besnikëri. Ne e kena ndi shpesh këtë hadith. Shumica thonë feja është këshilla. Po, e ke ndi çështo hadithin. Shumica e përthejnë çështo. Wallahu ta'ala alam. Me leximin e plot komentimeve të ulemave, unë për veti jam bind se përkthimi më i drejtë është feja është besnikëri. Edhe ka kuptim më shumë e thon feja është këshill a besnikëri. Se tash hadithi ma poshtë na qartëson a ka të bëjë me nasihat a me besnikëri. Se pejgamberi ka thonë feja është besnikëri, feja o besnikëri, përkon ja Rasulullah. Përkon është besnikëri ndaj Allahut. Se tash ti më thon nasihat ndaj Allahut, çush nasihat ndaj Allahut. Tash unë e di që disa e bojnë te'wil, këto thonë nasihat për Allahun bën. Ma mirë thuaj është besnikëri ndaj Allahut, ma e kapshme është. Besnikëri ndaj Allahut, ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndaj sunetit ti, ndaj librit Kur'anit, ndaj prisave të muslimanëve, edhe ndaj besnikëri ndaj popullatës gjarë. Do të thotë, këto do të thotë kjo është një prej haditheve që e ka përmend Sheikh Abdul Karimi tu argumentuar në temën, që është pastaj përmend hadithin e radhës që është hadithi Abdullah ibn Abbasit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë men kara min amiri shay'an, kush të këprisi ti gjëra që nuk i pëlqejnë. Qoftë prej dinit, prej dunjas. Falyasbir. Çora pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka paralajmëruar. Prisat e muslimanëve sot ajo tamam as tamam. Nuk ka këtë temë, adhunë nuk e komfort merak me dalë se s'është prej, nuk ka prej menhegjit selefi, bajnë në mento, me dalë edhe me nxit njerëz kundër prisave, me fol keqe mu shajte, jo. Ata du të mi bona nasihat, du të mi këshillu, ama i këshillojnë ata që e meritojnë, ama jo me kap Facebookin, me hi Facebookit, a udhën edhe fol, këj prej pejes, fol atja, udhën kalzën që ka thot, filon prisi, po le mos u merti me ato, ka kush meret me atë njeri, udhën. Ka kush me bo ato nasihat, ka kush ati ka kush me i fol. A du të me bo nasihat? Po du të me bo nasihat. Kush e bën nasihat? E bojnë nasihat ata që duhet me e bo. Porse, nëse shet gjëra që nuk të pëlqejnë, atëre bën durim, bën sabër. Se disa njerëz, që shka thot Abdul Karim al-Khoderi, disa njerëz sot xhelozia për ball fes. Bajnë mend që kjo shumë më rëndësi. Thot xhelozia për ball fes, ata i shtin me bo veprime që rezultatet janë shumë të këqija. Rezultati është shumë i keq. Shpesh na dim me i marr punë të nxehem, e ke pa që thonë një pjesë te na, në Kosovë thotë janë nxehen çaj. E ke pa do nxehen çaj, e vetë çaj kur të ftofet spihet po. Asaj nxehet ai nxehet, mirë po vetë, apo kur realisht po ftoft çaj tani. S'bën mund nxehen çaj. Duhet mi marr gjërat me çka? Me kadaldale, me i marr gjërat me urtësi, me i ndëgju njerëz e urtë. Njerëz e urtë me i ndëgju, me punu do të thotë me ato çka Allahu subhanahu wa ta'ala na ka garantuar që nëse punojmë me to nuk kemë me deviju dhe nuk kemë me çalu prej rrugës drejt. Se tani kur bëhet shkatërimi është shumë problem me rregullut. Ja ke po, edhe popullit e na e thonë në fjalë, një budallë gjun nguri 100 meçën s'mundën me gjet. E na nuk guxojmë me bë gabime të po meçme domethënë. Pastaj thotë fe innahu man kharaja min as-sultan, kush del thot për prisit musliman. Na këtë po flasim për prisin kom qef me bo, na po flasim për prisa musliman.
Tash kush janë musliman, kur t'i vjen vakti asaj edhe ato e trajtojmë. Dihet kush quhet musliman, dihet në Islam. Na po flasim për ta. S'po flasim për jo muslimant. Ai që del thot, qoftë edhe një plomb pej prisit musliman, ai ka vdek me vdekje të ignorancës. Këtë kanë thonë, tregon domethënë se ky din nuk thirr në kaos. Se dalja kur qohen, prishet rregulli i shtetit, qohen një grupi njerëzve edhe kundër udhëhecit, atër çka bëhet? Bëhet kaos. Kaosi kur s'ka rregullu. Unë veç përmendi si argument. Thuhet kur ka ra dinastia Emevite, ka ardhur dinastia Abasite, thauratu Ebu Muslim qysh njihet, protesta e Ebu Muslimit, thuhet transmetimi më të vërtet 5 milioni musliman ka vdek. Ati kur ka ndodhur kjo? 132 hijri. Ati sa në konë 132 hijri me dek 5 milion musliman. Ma e vërteta, ajo çka është shaj, çka është shpërdame në për librat historisë, është se thuhen 2 milion ka vdek. Po ma e vërteta, është se kanë vdek 5 milioni. Për çka? Me rxuni musliman, që u konë Muhammedul Himari, kanë thonë i fundit. A i kanë thonë Muhammed Gomari, pse i kanë thonë? Se kur o hypën Gomari, kanë prek gojt, që ashtu e ka marrë epitetin, edhe kur e kanë rëzu ato për khilafetit dinastisë Emevite, për me ardh Abdullah ibn Safahi, i pari i dinastisë Abasite, 5 milion njerëz në vdek. To është e thush. Po kur rëzua ja kanë ndryshu diçka apetite. Apetite, vëllai dashur. Apetite, vallahi billahi po. Tani kanë zemra dëm kur i ndëgjon këto lojme, thush 5 milion njerëz, çtash 5 milion miza me i mbyt tutësh, thush çush kam jep gjeva para Allahut. Atë sa i bati që jo dek. Atë që me bëj me hi këtu në temave, kryt dhëm. Për atë arsye, këto janë krejt do të thotë gjëra, të cilat domethënë thirrin çka në kaos. E Islami thirr me erujt veti Imam al-Bukhari veti ka përmend tu hadithe. Pse ka përmend tu hadithe? Për me erujt unitetin e muslimanëve. Muslimanëve me erujt unitetin e muslimanëve. Hadithi i radhës që e përmend është hadithi Ibn Abbasit po ashtu. Men ra'a min amiri shay'an yakrahu kush prej prisit të gjëra çka i uren prej dunjas qofshin apo ahiretit, edhe ato nuk e kanë kalu, thot Abdul Karim el-Khudairi, se kanë kalu do me thonë kufrin, duhet me bo sabër. Se mundën me ardh prisa të cilët do të thotë, me ardh prisa që kanë me bo gjëra, apo kanë me bo gjunahet mëdha. A ka pas? Po, ka pas prisa, që ndoshta dhe alkohol kanë pi. Po tash këto ai bën fajde xhamati tash bardh me ta kallëzuar dhe thonë filoni çfarë fajde të bën ty. Ama a ka pas? Po ka pas prisa në për historinë islame tash këto janë muhabetet gata, çka ka pas pi prisave gjunoha që kanë bë. Ama këto janë këtë gjunoha të mëdha që nuk e duhet me kuptuar. Ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith, në fund të hadithit çka ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam? Pejgamberi sallallahu e ka përmend ka thonë hatta tarawna kufran bawahan, derisa nuk shihni kufër çart. Po i përmbledhi hadithet krejt se tematika është e njëjtë që mos me lexu se cilën. Po du me dalë te tema ku ndërlidhet. Hatta tarawna kufran bawahan. Derisa nuk shihni kufër çart. Kufër qartë, kur është kufrin e qartë, atëherë këtë tërë mesele është. Ndërsa, derisa ka gjunahe, ato jonë aje hala ka mbet në të rrethin e islamit, nuk lejohet mu qu musliman të me rëdzu ato. Pse se bohet kas. Edhe këto na e na dëshmitar, ka ndodhë, ka pas përpjekje në disa vende, apo të një më qu në fund qka? Nuk pe folim qka e kem përjetuna. A nesën protestat në për Tunis atje? A shkun? Erdhen në Egjipt, a erdh Mursin, e heken, erdh këtë dreqin bas Mursit tjetëri qka, drejt diçka. Hua. A ma kanë vdek njerës? Po, a ku shep? Allah i kanë me përgjësi që ata që kanë ja fetfa. Pasha Allah i po. Që ata në ditën e kiamit, du të mu bogati, me thonë, që aty në që i kanë thonë, delni atje në rrugë, që ata kanë me përgjësi për Allah subhanahu wa ta'ala.
Tash dikush thotë, "O Allah, ku dushtinëm?" Sa këto tash aty është ardh zemoni. O është ardh zemoni kur e thush të vërtetën më nërë thotë valla, mos ka ky me këta, mos me ata. Wallahi ku dush dhe unë ku është haki çati jam me. Wallahi billahi po. Ku është haki, duhet më e thonë apo thon. Duhet më e thonë se sot gjaki i muslimanëve është dek, o derdh. Kush ka më përgjegjësi? A din sa djem të ri janë vdek, sa djem të ri janë vdek do të thotë në Siri. A kanë vdek as kanë vdek? Kush e përgjësi për atë gjak? Kush ka me e përgjësi për atë gjak? Wallahi keq ata që kanë e fetva. Pasha Allahin po. Për atë më frigu Allahu subhanahu wa ta'ala, mos mi shti musliman të ngjëra do të thonë që as vetë na nuk e dim ku është fundi dhe si është fundi. Allahu na përmirësoft gjendjen tonë, na bof pej të mirëve ya rabbel alamin. Edhe në fund dashurit e mi du me lexu pjesën e fundit që e ka thonë Abdul Karim El Khoderi, e ka mbyll këtë kapitull, thotë duhet që muslimani mos ta bëj pasurinë e kësaj bote të qëllim të tij kryesor. Por të kënaqet me atë që i mjafton, e që kjo na mbyt neve. Allah i billahi, po thon pasha Allahun po e nxirr veten pikësoj. Të përgatit ligjëratën, të i shkru çdo fjalë, më ke zor me shkru. Se të isha vetet, s'po kënaqem me çfarë që kena na. Se na nuk po dim mungi sa, po thon kushtimisht, e bëjmë një hap që kena pas shef me bo, me nere lypim edhe tjetrin me bo. Unë ndalu Abdullah bre, ndalu bre. Wallahi billahi, çast na ka kop egoizmin këtë kohë, edhe na kanë kop teket, epshet e dynjos, po tutna që kanë me na shkatru. Po dojmë me e përbin një tjetrin. Nuk po dojmë me duru në një tjetrin. A keni ndi, apo ndoshta atë ju këndej në Prishtinë s'po ndodh. Të na pej po ndodh. Vëlla me vëlla nuk fol. A ka ma të ronë se vëlla mos mi fol. Për çka? Për rraqet dynjos. Vëlla i dashur, ti mundesh me pas pak nasi për vëllaut. Mundesh me pas një vëlla që ndoshta të bën zullum. Mundesh me pas edhe një vëlla arrogant. Po apet i ki vëlla. Vëlla nuk të bëhet askush. Vëllaun ta lind, nana ta lind. Ta ka lind vëllaun, nana ta ka lind. Duhet me bo sabër o dashurit e mi. E jo për rraqet dynjos. Edhe mu mjaftu me ato që Allah na ka jep. Wallahi nëse na jetojmë me ato që na ka jep Zoti, jena të kënaqur pasha Allah, kena me jetu në begati. Kena me jetu në kënaqësi. Ki mu kënaq. E ndërsa nëse vrapojmë se cili dën sot mundet me ka prej dynjos, kur rahatis ka me pas. Se sëngijet se e bën një, ai vetë pejgamberi na ka para nuk ka thonë, biri Ademit e bën një kodër me ari sa kodra e Uhudit, e lyp kodrën tjetër. Çështo biri Ademit. Ama duhet me ndal nefsin, muslimani mirë ndal nefsin, ka dale. Ka dale avdan. Para që çfarë fjalë të bukura i thotë Sheikh Abdul Karim Al Khoderi, hafidhahullah. Tha duhet muslimani ta bëj duhet muslimani të mos e bëj pasurinë e kësaj bote qëllimin e tij kryesor, por të kënaqet me atë që i mjafton, të ketë vetëm atë që i nevojitet. Që të ketë atë vetë që i nevojitet dhe të shmanget prej teprimit në çështjet e kësaj bote. Wallahi billahi, unë po them veten, nuk po më nxirr pishtë në fjalëve. Pasha Allahun nuk po du më bo jo i sinqert. Se realiteti është Zoti na i din zemrat tona çka kanë ato. Unë mendoj që vallahi suksesi më i madh në jetë është me e kuptu ti që vallahi e smut, kur e ke marrë vesh e smut, gjysa punës o kry, se gjysa tjetër është më marrë me shërimin. Ti munden njerëz me të aplozu, munden njerëz me të hypën kupçellit atje në lapton. Ama ti në fund belil insanu ala nafsi basira, njeriu e din veten e vet, ti e një veten kush je, ti e din kush je, ti e din zemrën tënde, ti din çka ki mes gjoksit tënd. Mos e mashtro veten me fjalët e filonit e fistekit, se filloni dhe fisteki s'ka me hin varr me ty. Wallahi billahi kur kanë me të shtru ty edhe mu, kanë me të shtin varr ty edhe mu, opton. Nuk ka me të bë dobi asgjë tjetër përpos vepra jote. Çato që e ke bu? Wallahi të kanë lavdu njerëz, nëse të kanë lavdu njerëz me drejt, apet s'ta shton që ato që e ki. Po të kanë shojt, apet nuk kanë me të bo zarar ma shumë se ato që jeti. Parat, je vetvetja. Bo vetvetja, mundohu me qelë zemrën tonë dhe me Zotin tonë. Edhe thuj, o Zot përmisa ma zemrën, o Zot përmisa, o Zot drejtam, se në fundit këthimit Allah.
Kthimi është Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu na bof për robëve ti të mirë e të sinqert, na bof për atyre që hecim në rrugën e drejtë, na bof për atyre që jetojmë këtë jetë ashtu që Allahu subhanahu wa ta'ala është i kënaqur, atu kja kem qëllu për mirësive të Zotit, ku kem gabuar për me dhe shejtanit. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammedin wa alihi tayyibin at-tahirin. Allahu shpërblet.